Çdo ditë më shumë inteligjenca artificiale po gjen hapësirë në jetën tonë të përditshme, por si ndikon në formimin e përgjithshëm të rinjve? Le të pyesim ekspertët. Gjithçka është bërë më e thjeshtë me inteligjencën artificiale. Mirë, por njëkohësisht kjo dëmton edhe aspektin psikologjik të një studenti i ri apo më herët ende tek një nxënës. Ndaj patjetër ka dhe efektet e veta negative, ulet ndjeshëm fokusi që studentët kanë në një leksion apo në një seminar, sepse e marrin informacionin shumë më lehtë dhe shumë më shpejt përmes inteligjencës artificiale. Por padyshim ata që do të arrijnë të mbizotrojnë në këtë treg të ri do të jenë pikërisht ata student, ata persona të cilët përdorin inteligjencën artificiale për më shumë informacion, për të vetë formuar dhe për të mos e mbuluar veten me një mantel që duket sikur është vetëm informacion i përcipt. Informacioni i përcipt merret lehtësisht sot, por thellimi do duhet të jetë vendi i duhur dhe mënyra se si të identifikohesh në tregun e punës. Megjithatë, sipas ekspertes Elbasani, njerëzimi gjithmonë ka përdorur mjete për të lehtësuar përditshmërinë dhe njëjta gjë po ndodh edhe me inteligjencën artificiale. Patjetër, të brezat kanë ndryshuar, padyshim edhe mënyra e tyre e mësimit ka ndryshuar. Dikur, në një epokë më përpara, përdori libri si një mësues i dytë, më pas televizioni deri diku dhe sot flasim për inteligjencën artificiale si një mësues i dytë apo si zëvendësuesi i disa mësuesve të padukshëm që kanë qenë më parë. Rreziku aktual është që inteligjenca artificiale mëson bashkë me ty. Dhe pikërisht këtu do duhet të jetë kufiri ndarës dhe i kujdesshëm midis përdorimit etik të teknologjisë dhe kryesisht inteligjencës artificiale. Por çfarë duhet të bëjnë të rinjt në mënyrë që t'i përdorin në mënyrë efektive këto mjete të reja? Fakti është ky, që inteligjenca artificiale u zhvillua shumë shpejt dhe padyshim ka industritë në të cilat kanë ndikuar dhe janë ulur vendet e punës për shkak të inteligjencës artificiale. Tashmë jemi në situatën kur po shikojmë se që inteligjenca artificiale zhvillohet shpejt, ndaj aftësitë tona do duhet të rriten po aq shpejt sa dhe kjo inteligjencë artificiale. Nuk është formë konkurrence, përkundrazi është formë mirë përdorje të inteligjencës artificiale, të burimeve të reja që ne sot kemi. Nuk duhet të bien pre e manis për të qenë të gjithë njësoj, për të gjetur të gjithë përgjigjet tek inteligjenca artificiale. Jo, përkundrazi, ta përdorim atë për të qenë krahu jon ndihmës, për të qenë realisht asistenti jon. Ndërkaq që ekspertja e komunikimit Irena Myzeqari thotë se sistemi arsimor duhet të reflektojë në mënyrë të shpejtë ndryshimet teknologjike që gjeneratat e reja të mund të përballen me dinamikat e tregut. Megjithatë, ajo ngre shqetësimin se gjenerata Z si përdorues më të shpeshtë po humbin aftësitë analitike.